Ja kush e hoqi Tonin nga Bigu, familja paguajti produksionin për ta eliminuar nga gara. Një javë mbushur me demaskime po trondit themelet e Big Brother VIP Kosova. Nga hyrjet e dyshimta të eliminimet me urdhër nga jashtë, fansat janë në revolt. Edi nxjerr zbuluar skemën. Ludolje nuk është konkurrent, por truproja e tij. Një deklaratë e pakujdesshme e Edit ka lënë pa fjalë ndjekësit e formatit. Ndërsa Ludolje po bën gjithçka për të mbrojtur lojën e Edit, ky i fundit ka pranuar se ata nuk janë thjesht shok, por familjar. Apo përdor produksioni lidhjet e gjakut për të mbajtur me forcë Edin në lojë. A është ky një Big Brother apo një Big Family? Toni nuk e hoqi publiku, e eliminoi babai. Sikur të mos mjaftonte skandali i Edit, një tjetër bombë ka shpërthyer nga Antigona Kotorri. Ajo ka deklaruar hapur se eliminimi i Tonit ishte një intervenim i pastër i familjes. Sipas saj, babai i Tonit nuk ka pranuar lidhjen e tij me Benitën, duke orkestruar vota që i biri të linte shtëpinë menjëherë. Toni u lidh me Benitën për t'i treguar babait që nuk ta çoj fjalën në vend, dhe familja u hakmor duke nxjerrë jashtë, u shpreh Kotorri, duke lënë të kuptohet se votimi i publikut ishte thjesht një fasadë. Çfarë po ndodh me transparencën? Nëse këto pretendime rezultojnë të vërteta, ky edicion rrezikon të hyjë në histori si më i manipuluari. Pse lejohen familjarët të hyjnë si konkurrent të fshehur? A kanë fuqi familjet e pasura të blejnë eliminimin ose qëndrimin e lojtarëve?